Martesa për rinat të babait milioner. Unë gjithmonë kam menduar se jeta ime do të ndjek një rrugë të qetë dhe të parashikueshme, të ngjashme me atë që babai im kishte planifikuar për mua. Ai nuk ishte thjesht i pasur. Ishte një njeri që dominoi çdo ambient ku hynte, një person që urdhëronte botën e tij të vogël me dorë të hekurt dhe që nuk pranoi kurrë të shkelte rregullat e tij. Nga jashtë, gjithçka dukej perfekte. Një familje e pasur, një shtëpi luksoze, jetesa që të bënte të ndiheshe i privilegjuar. Por brenda, atmosfera ishte e ftohtë, e kontrolluar dhe shpesh e frikshme. Unë nuk e kisha menduar kurrë se martesa ime do të bëhej një akt rebelimi, një mënyrë për të treguar se nuk mund të më diktonte çdo hap. Dhe akoma më pak, nuk e kisha menduar se do ta bëja këtë me një shofer. Fëmijëria dhe presioni i babait. Që kur isha e vogël, babai më kishte mësuar se jeta është një lojë ku fiton vetëm ai që ka kontroll. Ai më zgjedhiste rrobat, miqt, aktivitetet dhe her pas here, madje edhe ëndrat e mia. Çdo rebelim i vogël, çdo fjalë thënë jashtë vendit, ishte ndëshkuar me një ftohtësi të thellë që më linte pa frym. Kur isha 18 vjeçe dhe kisha një marrëdhënie me një djalë që më pëlqente, babai më thoshte: "Ai nuk është për ty. Nuk ka emër, nuk ka para. Nuk mund të jetë një pjesë e botës sonë." Dhe kështu ndava zemrën time, por shpesh ndjeja lotët e fshehur, sepse ndoshta nuk kisha bërë gabim, por babai e kishte vendosur që ishte gabim. Ishte një formë e fshehtë e presionit që më mësoi të mos besoj tek ndjenjat e mia, por tek strategjia dhe prirjet e tjerëve. Dhe megjithatë, çdo shpërthim rebelimi që kisha brenda, çdo mendim që nuk mund të ndaje, rritej me forcë të madhe, gati si një zjarr që po pret të shpërthej. Njohja me shoferin. Ai nuk ishte ndonjë princ ose një figurë e njohur. Ishte thjesht shoferi i babait, një burr i zakonshëm, me duar të forta, fytyrë të lodhur nga puna, por me një ndjeshmëri të papritur që të bënte të ndiheshe i kuptuar. E takova për herë të parë kur kisha 21 vjet, dhe ai më ndihmoi të ngarkoja disa kuti me libra në makinë gjatë një udhëtimi familjar. Ishte e thjesht, pa komplimente të mëdha, por kishte një mënyrë të dëgjuarit që të bënte të ndiheshe e sigurt. Me kalimin e kohës, bisedat tona u bën më të shpeshta. Nuk ishte një dashuri e menjëhershme, por një respekt i ndërsjell, një ndjesi e vërtet e lidhjes njerëzore. Ai nuk më pyeste kurrë për para, për status, ose për të arritur qëllime të larta. Ai thjesht dëgjonte, kuptonte dhe shpesh ndihmonte pa asnjë pritshmëri. Dhe kjo e bënte të veçantë në një botë ku gjithçka kishte çmim. Fillimi i konflikteve me babain. Babai nuk e vuri re menjëherë ndjenjen time për shoferin. Ai kishte të tjera plane për mua. Dasëm me një djalë nga një familje e pasur, që të rritë imazhin e familjes, të bënte aleanca të dobishme dhe të siguronte pasurinë e madhe që ai kishte krijuar. Çdo diskutim për ndjenjat e mia ishte i ndaluar. Çdo tentativë për të folur për ndonjë tjetër ishte një rrugë e bllokuar. Unë ndjeja një konflikt të thellë. Dëshira për të qenë lirë dhe dashuruar, dhe frika e vazhdueshme e hakmarrjes së babait. Ai ishte njeriu që mund të bënte jetën tënde në ferr ose parajs, dhe unë nuk kisha mjet tjetër përveç kurajes time të fshehtë. Vendimi për martesë për inat. Dita që vendosa të martohesha me shoferin nuk ishte e lehtë. Nuk ishte e bazuar në impuls. Ishte një vendim i ndërlikuar dhe i matur, një akt rebelimi dhe një mesazh për babain. Unë jam pronë e jetës sime, jo e planetëve të tua. Kjo martesë nuk ishte vetëm për dashuri. Ishte për të treguar se unë mund të vendosja për fatin tim, se nuk mund të kontrollonte çdo aspekt të jetës sime. Ishte një akt i lirë, i guximshëm, dhe ndoshta edhe i dhimbshëm për të, sepse nuk mund të më zotëronte më. Kur i thash vendimin tim, babai u shokua. Nuk foli për disa minuta, më pas filloi të bërtas, të kërcënoi dhe të përpiqej të më bënte të ndryshoja mendjen. Por sa më shumë që ai kundërshtonte, aq më e vendosur bëhesha. Secila fjalë e tij ishte një nxitje më shumë për të përfunduar atë që kisha nisur. Përgatitjet për martesë dhe reagimet e jashtme. Kur e shpallëm vendimin, reagimet e familjes dhe shoqërisë ishin të përziera. Disa shok të babait e shikonin si skandal, disa më përkrahnin në heshtje. Miqtë e mi të vjetër nuk e kuptonin pse do të martohesha me një njeri të zakonshëm, ndërkohë që mund të kisha çdo privilegj të mundshëm. Shoferi ishte gjithashtu i shqetësuar. Ai e kuptonte thellësisht impaktin që do të kishte për të, jo vetëm social, por dhe emocional. Por çdo ditë që kalonte, ndjeja se lidhja jon bëhej më e fortë, më e sinqertë dhe më e guximshme. Ai nuk kishte plane për të më kontrolluar, nuk kishte interesa të fshehta. Ishte thjesht një partner i ndershëm dhe i përkushtuar. Dita e dasmës dhe përballja finale.
Dita e dasmës ishte një sfidë e madhe. Babai ishte i ftohtë, me sy që flisnin për zhgënjimin dhe zemërimin e tij. Por unë nuk ndjeja frikë më. Ndjeja vetëm një liri të çliruar që kisha kërkuar gjithmonë. Shoferi më mbante dorën ngrohtë, dhe kjo thjesht më jepte forcë për të ecur përpara. Në këtë moment, kuptova se dashuria nuk është gjithmonë vetëm për emocion, por shpesh për guximin të bësh atë që është e drejtë për ty. Babai mund të ishte i pasur dhe i fuqishëm, por nuk kishte fuqinë të më mohonte këtë ndjesi. Përfundim i pjesës 1. Martesa ime me shoferin nuk ishte vetëm një akt rebelimi, por një fillim i ri. Një fillim ku mund të zgjidhja vetë jetën time, ku mund të dashuroja sipas zemrës, dhe ku mund të ndërtoja një botë më të ndershme dhe të sinqertë për veten. Nuk ishte fundi i konflikteve me babain. Përkundrazi, ishte vetëm fillimi i një kapitulli të ri, ku sfidat, kompromiset dhe dashuria do të bashkoheshin në mënyra që nuk mund t'i kisha imagjinuar ndonjëherë. Pas martesës, liria dhe sfida e dashurisë. Fillimi i jetës së përbashkët. Pas martesës, ndjesia e lirisë ishte e papërshkrueshme. Tani, çdo zgjedhje që bëja ishte e imi. Çdo hap që ndërmerrja nuk ishte dikush tjetër që më drejtonte. Shoferi, tani bashkëshorti im, ishte gjithmonë pranë, por pa imponuar. Ai e kuptonte se për mua, kjo martesë nuk ishte vetëm një akt dashurie, por një fitore personale kundër kontrollit të babait. Shumë njerëz do të mendonin se të jetosh me një person të thjeshtë nga një botë tjetër do të ishte e vështirë, veçanërisht duke ardhur nga një familje milionere dhe privilegje të mëdha. Por për mua, ishte e kundërta. Shoferi më mësoi vlerën e thjeshtësisë, rëndësinë e respektit të ndërsjellë dhe bukurinë e gjërave të përditshme, që shpesh harrojmë kur jemi rrethuar nga luksi. Përballja me shoqërinë dhe familjen e babait. Babai nuk kishte ndryshuar qëndrim. Ai vazhdonte të shmangte çdo kontakt, dhe çdo takimi familjar ishte i tensionuar. Më duke e qartë se për të, kjo martesë ishte një turp që duhej fshehur, por unë nuk do të dorëzoja qoftë edhe një centimetër të lirisë sime. Të afërmit e babait shpesh shpreheshin me ironi. Pse nuk mund të kishe zgjedhur dik nga klasa jon? Por unë tashmë kisha mësuar të mos u përgjigjesha. Çdo fjalë e tyre nuk mund të më ndalte të isha e lumtur. Shoferi, nga ana tjetër, ishte tronditur fillimisht nga kjo tension i vazhdueshëm, por shpejt e kuptoi se mbështetja jone e përbashkët ishte më e fortë se çdo presion. Ai nuk kishte frikë nga pasuria e babait tim, nga statusi ose nga komentet e shoqërisë. Për të, unë isha gjithçka që kishte rëndësi. Puna dhe rutina e përbashkët. Martesa nuk do të thotë vetëm emocione të mëdha. Ajo sjell edhe rutinë, përgjegjësi dhe sfida të përditshme. Shoferi vazhdonte punën e tij, ndërsa unë fillova të angazhohesha në projekte të mia personale dhe në disa aktivitete bamirësie që më bënin të ndihesha e dobishme. Çdo mëngjes, ai më përgëzonte për çdo gjë që bëja, dhe unë e ndjeja respektin e tij të thellë. Nuk kishte konkurrencë, nuk kishte manipulime, kishte vetëm bashkëpunim dhe dashuri të sinqertë. Kjo ishte një eksperiencë që më mësonte se marrëdhëniet reale nuk matet me para ose privilegje, por me respekt, besim dhe vlerësim të ndërsjellë. Sfida e vazhdueshme me babain. Babai, megjithatë, nuk hoqi dorë. Ai filloi të përdorte mënyra të tjera për të më kontrolluar. Thashë theme, përpjekje për të më izoluar nga disa miq, dhe disa herë edhe ofrime financiare të papërshtatshme, duke menduar se kjo do të më bënte të ndryshoja mendim. Por çdo tentativë e tij e bënte marrëdhënien tonë me bashkëshortin më të fortë. Ne mësuam të komunikonim më mirë, të mbështesim njëri tjetrin emocionalisht dhe praktikisht, dhe të jemi të përbashkët në vendimet tona. Çdo pengesë nga babai ishte një mundësi për të forcuar lidhjen tonë. Çështjet emocionale dhe presioni i shoqërisë. Shumë herë ndihesha e lodhur emocionalisht. Të jesh e dashuruar nuk do të thotë të mos ndihesh pasiguri. Shoferi shpesh më shikonte dhe më thoshte: "Çdo gjë do të shkojë mirë. Nuk ka rëndësi çfarë thon të tjerët. Ne e dim të vërtetën." Këto fjalë më jepnin forcë. Sapo kuptova se nuk ka rëndësi se çfarë mendon shoqëria. Ajo që ka rëndësi është përkushtimi dhe ndjenja reale që kemi për njëri tjetrin. Momentet e lumtura dhe të përditshme. Megjithatë, jo gjithçka ishte sfidë dhe konflikt. Çdo ditë kishte momente të vogla lumturie. Të qeshurat e përbashkëta gjatë gatimit, shëtitjet e mbrëmjes, bisedat e thella mbi ëndrat dhe planet për të ardhmen. Këto momente më bënin të kuptoja se liria dhe dashuria e vërtet nuk janë luks, por një dhuratë e çmuar që shpesh humbet kur njeriu është nën presionin e një familje të fuqishme. Ndërgjegjësimi dhe rritja personale. Pas disa muajsh bashkëjetese, unë kuptova se martesa ime nuk ishte vetëm për inat të babait. Ishte një mundësi për të rritur karakterin tim,
për të mësuar durimin, për të menaxhuar konfliktet dhe për të kuptuar se dashuria nuk ka lidhje me pasuri ose status, por me respekt, sinqeritet dhe përkushtim. Shoferi më ndihmoi të kuptoja se çdo marrëdhënie ka sfidat e veta dhe që për të mbijetuar, duhet të punosh çdo ditë, të komunikosh dhe të mos lësh dorë nga parimet e tua. Përballja e parë publike. Një moment i veçantë ishte kur morëm pjesë në një event social, ku ishin të ftuar disa anëtar të familjes së babait dhe shoqëria e tyre. Të gjithë shikonin me dyshim martesën tonë, por ne hym bashk, duart e lidhura, me qetësi dhe vetbesim. Ai moment më tregoi se respekti dhe dashuria jon ishin më të forta se çdo paragjykim. Babai, nga një distancë, shikonte me zemërim dhe zhgënjim, por unë nuk ndjeva më frikë. Çdo hap që bëm ishte një mesazh për të. Unë e kam zgjedhur jetën time. Reflektimi për pjesën e ardhshme. Përballja me të kaluarën dhe krijimi i një jete të qëndrueshme. Ndërgjegjësimi për babain. Pas disa muajsh bashkëjetese, unë kuptova se marrëdhënia me babain nuk do të ndryshonte shpejt. Ai ende kishte pengesa dhe paragjykime, por ajo që kishte ndryshuar tek unë ishte qëndrimi im. Nuk kërkoja më miratimin e tij për çdo vendim. Nuk lejoja më që zemërimi i tij të më bënte të ndihesha e vogël. Një mbrëmje, pasi babai u shfaq papritmas në derën tonë, unë ndjeva tension, por edhe qetësi të brendshme. Ai vinte për të folur seriamente për martesën tonë, duke sjellë një qëndrim të ashpër dhe kritika të vjetra. Por unë qëndrova e qetë. Shoferi ishte pranë meje, duke më mbajtur dorën dhe duke më dhënë kurajen që të flisja. Unë nuk dua të ndryshoj mendimin tënd, i thash babait, por duhet të kuptosh se unë kam zgjedhur këtë jetë, dhe ky është vendimi im. Nuk mund të më kontrollosh më. Ai heshti për disa qaste. Pastaj u largua me një shikim që nuk e harrova kurrë, një përzierje zemërimi dhe zhgënjimi, por gjithashtu një njohje e heshtur e vendimit tim. Kjo ishte një fitore e vogël, por e rëndësishme. Unë ndihesha e lirë, dhe kjo ishte gjëja më e çmuar. Ndikimi i shoqërisë dhe pranimi gradual. Shoqëria filloi të mësohej me martesën tonë. Fillimisht kishte thashetheme, gjykime dhe shpesh edhe tallje, por me kalimin e kohës, miqtë më të afërt filluan të shihnin se bashkëshorti im nuk ishte thjesht një shofer, por një burr i ndershëm, i përkushtuar dhe i besueshëm. Një moment vendimtar ishte kur një mikesh e ngushtë më tha: "E di që shumë njerëz nuk e kuptojnë zgjedhjen tënde, por unë shoh lumturinë tek ti, dhe kjo është e gjitha që ka rëndësi." Këto fjalë më preknin thellë. Fillova të kuptoj se vlerësimi dhe respekti nuk varen nga statusi ose paraja, por nga ndjesia reale që njerëzit ndajnë. Dhe kjo më bëri të ndjehem më e fortë, më e sigurt dhe më e qetë për zgjedhjet e mia. Rutina dhe sfidat reale të jetës së përbashkët. Martesa me shoferin nuk ishte gjithmonë e lehtë. Ekzistonin sfidat e zakonshme: menaxhimi i financave, vendimet për shtëpinë, angazhimet familjare dhe ndonjëherë grindjet e vogla që lindin nga përditshmëria. Por çdo problem zgjidhej me diskutim të hapur dhe respekt të ndërsjell, pa manipulime ose dominime. Një herë, pas një debati për mënyrën se si të organizonim një festë familjare, ndjeva se mund të shpërtheja nga stresi. Ai më pa dhe tha me qetësi: "Unë nuk jam këtu për të imponuar. Ne vendosim së bashku. Kjo është ajo që do të funksionojë për ne." Kjo qasje më mësoi se dashuria nuk është vetëm pasion, është bashkëpunim, respekt dhe përkushtim i përditshëm. Rritja e lidhjes emocionale. Me kalimin e kohës, lidhja jon u thellua më shumë se kurrë. Fillova të shihja vlerën e çdo momenti të thjeshtë. Kafeja e mëngjesit, një shëtitje pas pune, një bisedë gjatë për ëndrat dhe planet. Këto gjëra më bën të kuptoj se dashuria e vërtet nuk ka nevojë për luks ose para për të lulëzuar. Ai më tregoi se fuqia e një marrëdhënieje qëndron në ndershmëri dhe respekt, dhe unë mësova se nuk duhet të kem frikë të jem vetja ime. Kjo ishte mësimi më i madh që kisha marrë ndonjëherë. Përballja finale me babain. Një vit pas martesës, babai pranoi të vinte për një darkë në shtëpinë tonë. Fillimisht tensioni ishte i madh, por gjatë darkës, ai pa lumturinë dhe harmoninë që kishim ndërtuar. Pa thënë shumë fjalë, ai kuptoi se nuk mund të na ndalte. Në fund të darkës, pa pritmas, ai më tha: "E di që nuk do të ndryshosh mendim, dhe ndoshta kjo është gjëja e duhur." Ishte një moment i çuditshëm dhe i rrallë, një njohje e heshtur e pavarësisë time dhe një fillim i mundshëm i pajtimit. Nuk kishte buzëqeshje të mëdha, por kishte respekt dhe një miratim të heshtur. Kjo më bëri të ndjeja se çdo sakrificë dhe guxim kishte vlejtur. Reflektim për të ardhmen. Krijimi i një jete të qëndrueshme dhe të lumtur.
Fillimi i një kapitulli të ri. Pas një periudhe të gjatë sfidash dhe përballjesh, unë dhe bashkëshorti im filluam të ndërtonim një rutinë të qëndrueshme që përfshinte respekt, bashkëpunim dhe dashuri të vërtetë. Çdo mëngjes fillonte me një kafe të përbashkët dhe biseda për planet e ditës. Nuk kishte më tensionin e hershëm, as frikën e vazhdueshme të gjykimit të babait. Ishte një ndjesi çlirimi që më mbushte zemrën. Ai më ndihmonte në çdo gjë, nga gjërat më të thjeshta të shtëpisë deri te vendimet më të rëndësishme financiare dhe personale. Kjo bashkëpunim na bënte të ndjeheshim si një ekip i fortë, dhe çdo ditë mësoja se lumturia nuk vjen nga pasuria, por nga ndeshmëria dhe përkushtimi. Sfida e prindërve dhe pajtimi i babait. Babai, megjithatë, nuk ishte larguar nga mendimet e tij. Ai ndonjëherë shfaqej me tension të fshehtë, duke bërë komente ironike ose duke kritikuar vendimet tona të përbashkëta. Por kjo nuk më shqetësonte më aq sa më parë. Ndërkohë që unë rritesha emocionalisht, edhe babai filloi të më kuptojë më shumë. Një moment vendimtar ishte kur organizuam një fest për ditëlindjen e bashkëshortit tim. Babai erdhi i ftuar dhe për herë të parë pa një atmosferë të vërtet lumturie dhe respekti reciprok. Ai nuk foli shumë, por kishte një shikim që tregonte miratim të heshtur. Ishte e qartë, ndonse nuk do ta pranonte publikisht, ai e kuptoi se unë kisha bërë zgjedhjen time të duhur. Zhvillimi i marrëdhënies me bashkëshortin. Jeta e përbashkët ishte mbushur me sfida reale. Ndonjëherë grindje për financat, ndonjëherë për menaxhimin e shtëpisë ose planifikimin e ardhmërisë. Por çdo debat përfundonte me respekt dhe biseda të hapur. Ai nuk kishte kurrë qëllime për të më imponuar, dhe kjo më bënte të ndihesha e sigurt dhe e lirë. Një moment i paharrueshëm ishte kur vendosëm të krijonim një projekt të vogël bamirësie për komunitetin lokal. Bashkëshorti im punoi me përkushtim, dhe kjo më bëri të kuptoj fuqinë e bashkëpunimit dhe rëndësinë e ndarjes së jetës me dikë që ka të njëjtin vizion. Momentet e vogla që japin lumturi të madhe. Ne gjithashtu mësuam të vlerësojmë momentet e vogla. Shëtitjet e mbrëmjes, bisedat gjatë kafenit të mëngjesit, gatimet së bashku dhe thjesht të qeshurit pa arsye. Këto gjëra, që mund të duken të zakonshme për të tjerët, ishin themeli i lumturisë tonë. Çdo ditë mësoja se lumturia nuk vjen nga pasuria, nga statusi ose nga miratimi të tjerëve, por nga respekti, dashuria dhe përkushtimi i përditshëm. Bashkëshorti i më tregoi se dashuria është një veprim, jo thjesht ndjesi. Bashkëjetesa me sfida të jashtme. Edhe pse kishim krijuar një jetë të qëndrueshme, nuk mungonin sfidat nga jashtë. Komentet ironike, paragjykimet e shoqërisë dhe ndonjëherë përpjekjet e babait për të ndikuar ende ishin të pranishme. Por tashmë unë nuk isha më e ndikuar. Çdo sfidë e jashtme bëhej një mundësi për të forcuar marrëdhënien tonë dhe për të ndërtuar besimin reciprok. Një herë, një ish miq i familjes erdhi për të folur për zgjedhjen time të gabuar. Bashkëshorti im qëndroi pranë meje dhe tha me qetësi: "Ne e kemi zgjedhur jetën tonë, dhe kjo është e gjitha që ka rëndësi." Ky moment më bëri të kuptoja se lumturia nuk është për të kënaqur të tjerët, por për të krijuar një jetë që të bën ty dhe partnerin të ndjeni të plot. Ndërtimi i një familje të vërtetë. Pas disa viteve, filluam të planifikojmë një familje dhe të krijonim një mjedis të dashur për fëmijët tanë të ardhshëm. Kjo ishte një tjetër sfidë dhe një tjetër mundësi për të treguar forcën e bashkëshortit dhe të dashurisë sonë. Çdo hap i këtij procesi na afronte më shumë dhe na mësonte rëndësinë e përkushtimit të përditshëm. Kulmi i dashurisë dhe familjes së re. Një fillim i ri dhe i qëndrueshëm. Pas viteve të sfidave dhe përballjeve me babain dhe shoqërinë, ne tani kishim krijuar një jetë të qëndrueshme. Bashkëshorti im dhe unë kishim ndërtuar një rutinë që kombinonte respektin, dashurinë dhe mirëkuptimin e përditshëm. Çdo mëngjes fillonte me një kafe të përbashkët dhe një bisedë të gjatë për planet dhe ëndrat, dhe kjo më bënte të ndjehesha e përmbushur dhe e lirë. Kjo kohë më mësoi se lumturia nuk vjen nga statusi ose pasuria, por nga marrëdhënia e sinqertë dhe përkushtimi reciprok. Çdo ditë ishim bashkë në punë, shëtitje, gatime dhe biseda të përditshme, dhe çdo moment i thjesht merrte një kuptim të veçantë. Ndërtimi i familjes. Vendimi për të krijuar një familje ishte një tjetër hap i rëndësishëm. Ishte një përvojë që kërkonte durim, bashkëpunim dhe dashuri të thellë. Kur arritëm të mirëprisnim fëmijët tanë, ndjenja e lumturisë ishte e papërshkrueshme. Çdo moment i përbashkët metaforconte lidhjen tonë dhe na mësonte rëndësinë e dashurisë së pakushtëzuar. Shoferi, tani bashkëshorti dhe partneri im i jetës, tregonte durim dhe përkushtim të jashtëzakonshëm. Ai nuk ishte vetëm një burrë që ndihmonte në shtëpi, por një prind i përkushtuar,
i kujdesshëm dhe i dashur, dhe kjo më bëri të kuptoj se zgjedhja ime nuk ishte thjesht për inat të babait, por një zgjedhje që ndërtoi një familje të vërtetë. Pajtimi me babain. Babai, i cili fillimisht ishte kundër martesës sonë, gradualisht filloi të pranonte vendimin ton. Një ditë, gjatë një mbledhjeje familjare, ai më tha me një ton të heshtur, por të vërtet: "E di që keni bërë zgjedhjen tuaj dhe nuk mund të ndryshoj gjë. Shpresoj që jeni të lumtur dhe duket se jeni." Ishte një njohje e vogël, por e rëndësishme. Babai më pranonte për atë që isha dhe për jetën që kisha zgjedhur. Kjo më dhuroi një ndjenjë paqeje që kisha kërkuar për shumë vite. Lumturia në jetën e përditshme. Jeta jone e përditshme ishte e thjeshtë, por e mbushur me kënaqësi të mëdha. Shëtitjet pas pune, gatimet së bashku, bisedat e gjata me fëmijët dhe momentet e qeshjes, pa arsye na bënin të ndiheshim të përmbushur dhe të fortë. Lumturia nuk vinte nga gjërat e mëdha ose luksi, por nga respekti, përkushtimi dhe dashuria e përditshme. Çdo sfidë që kishte ardhur nga jashtë, qoftë nga shoqëria apo babai, tani dukej më e vogël. Të jesh i lumtur nuk do të thotë të kesh gjithçka perfekte. Do të thotë të kesh dik pranë që të kupton dhe të mbështet çdo ditë. Mësimet e jetës. Në këtë pikë, kuptova disa mësime thelbësore. Dashuria e vërtet nuk matet me para, status ose pritshmëri sociale. Liria e zgjedhjes personale është thelbësore për të ndërtuar një jetë të lumtur. Përballja me sfidat dhe presionin e të tjerëve forcon lidhjen dhe karakterin. Bashkëpunimi, respekti dhe besimi janë themelet e një marrëdhënie të qëndrueshme. Përfundimi, triumfi i dashurisë. Martesa për inat të babait, që fillimisht duke një akt rebelimi, u shndërua në një histori të vërtet dashurie dhe lumturie. Ne krijuam një familje të ngrohtë, ku respekti, përkushtimi dhe ndeshmëria janë kryefjalët. Babai më kuptoi dhe filloi të pranonte zgjedhjen time. Shoqëria mësoi të respektoj vendimin dhe ne gjetëm harmoninë që kishim kërkuar prej shumë vitesh. Historia jon tregon se dashuria e vërtet mund të triumfojë mbi çdo pengesë, dhe se kur guxon të ndjekësh zemrën dhe të marrësh vendime për veten, mund të ndërtohet një jetë e vërtet e lumtur dhe e qëndrueshme. Kjo përfundon historinë në një mënyrë realiste, emocionale dhe inspiruese, duke treguar rrugën nga rebelimi, përballja me sfidat, deri te ndërtimi i lumturisë dhe familjes së re.